Si deputetët mund të mbahen dokumentat vetëm se Edi Rama është i zhytur gjë në vesh. Ato që unë ju thash publikisht qytetarëve, se ajo në takimin shtator është i tha, sa për mesazhet i keme shumë se unë aty. Se si shka u goja ati, tha, pa ja, ato mesazhet nga prishen punë. Qa punë, tha, ato janë shumë më të shumë të atuat se sa të mijat aty mesazhet në celularët e ati berberit e tjerve. Kështu që jemi pra shkot shtakt provokativ. Rezikohet të mos na japin dokumentat. Duhen të majnë duke fshehur vjedhjet. Duhen të majnë duke fshehur krimin. Atër është populli, janë qytetarë që duhet flasin. Ose të shtrim qafën, po jo kur se bëjmë atë. Jo absolutisht. Ndaj, të dhëruar antarët të Këshillit Kombëtar, këto ditë që kanë mbetur, jeni të lutur, ju kërkoj, të angazhojnë takime intensive me qytetarët, është kohë e guximtarëve, mos harroni këtë. Edhe çdo njeri që thot, po si t'ja bëjmë se ky s'po më vjen, i them, në radhë parë hajdet i vetë, jep shembull personal, ai që s'vjen lere me njanë, shko gjej tjetrin që vjen. Edhe me radhë është kohë e guximtarëve. A ka, mos harroni se kjo qeveri as nuk reziston kur 3.000 apo 5.000 burë dhe grave djeme që vendosin të zënë sheshin para kryeministit mos e lëshojnë atë gjersatik. Gjersatik. Pra e thash, nuk kemi bërë sa që rani. Jo. Ata që i rëzuan, i kanë rëzuar diktatorët, autokratët, i kanë rëzuar. Po i kanë rëzuar me protestat qëndrueshme. Tani kemi bërë çdo gjë, kemi vërtetuar, s'ka qenë e lehtë. Ka qenë shumë e vështirë. Imagjinoni ju lobingjet e Mogherinave kundra nesh. Imagjinoni se çfarë efekti kanë patur, por një mirënjohje të pakufishme ndaj partive si Motra, të cilat e kuptuan që qëndrimi ndaj Partisë Demokratike ishte i pabazuar. Dhe nga tetori i vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor kanë miratuar 7 rezoluta në mbështetje tonë. Natyrisht ato janë mbështetje fuqishme, po ato janë letër nëse ne nuk ngrihemi në agenda jonë do t'jetë protest dhe vetëm protest. Kjo do t'jetë kryesore. Në të gjitha format. Kudo, brenda dhe jashtë Shqipërisë, degët tona, kudo që janë, do të angazhohen protestat fuqishme kundër këtij regjimi. Pra në organizatave ndërkombëtare, protestat fuqishme kundër kleptokracisë dhe narkoshtetit shqiptar. Edi Rama i ka kohrat e numëruara, forcë në botë që ta shptoj, nga Partia Demokratike dhe opozita shqiptare nuk ka. Faleminderit. Tani mediat na falin se do